Lajmi mirë vllazën e motra, shtesat për fëmijë pra do të rriten me qeverinë e re gjermane që është në ardhje pra. Gjithashtu, çmimet për rrymën do të lirohen. Gjithashtu, çmimet për gazin pra, për ngrohje do të lirohen. Unë vllazën e motra e poshtë arsyesh me t'ja vëlla dhe këto lajme, pra e di që do t'ju gëzojnë shumë për juve. Pra kur thash për fëmijë, shtesat për fëmijë, pra bëhet fjalë për shtesat, pra ato që ju takojnë, nuk thash për kinderzuschlag, pra për kindergeld. Pra ato që ju takojnë pra në mënyrë të rregullt, pa pas nevojë ta dëshmoni se sa keni rrogën e kështu me radhë. Por e mirat mirës është që nuk po del bazë qysh e kam pritë të gjithë që kjo qeveri do të bëj pra gjëra pra këtë të prapta. Por siç po shihet pra, siç po duket, do të vi me të mira. Se kur do të hinë në fuqi, pra në fillim të majit, pra pritet veç të bëhet zyrtare pro ardhja e Friedrich Merz pro si kancelar i Gjermanisë dhe momenti që të fillon pro aktiviteti qeverisë të re, pro të krijohet qeveria, pro me njëherë kam premtuar që sa më parë do të hinë këto ligje në fuqi, pro do të krijohen dhe të zbatohen. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajrami Mehmeti, kaloni sa më mirë.